Nëse keni problem në bark si cistë vezore, infeksione të ndryshme, konstipacion ose diare, sindromën e zorës irrituar dhe inflamacion, ajo që duhet të përdorni është kompresa me vaj kastori në zonën e barkut. Kjo për arsye se vaji i kastorit depërton shumë herë më shpejt dhe më thellë se çdo vaj tjetër në lëkurë, dhe në këtë mënyrë ai shkatron cistet në vezore, zbut mbetjet në zorën e trash dhe pastron atë. Ai ka veti të forta antimikotike dhe antibakteriale dhe eliminon diaren në zorën e trash dhe në stomak. Ajo që duhet keni parasysh është se kompresa si fillim mbahet 1 orë, pastaj e shtoni kozgjatjen e mbajtjes së kompresës nga disa orë deri në 1 natë. Preferohet që kompresa të jetë sa më e trash në mënyrë që të mbajë sa më shumë vaj kastori. Dhe sa më shumë vaj kastori që të mbajë ajo, aq më efektiv është ai. Ai ka dhe shumë funksione të tjera, si që të son dhimbjen në kyçe dhe në muskuj, përshpejton shërimin e plagëve, është shumë efektiv për gurët në veshka dhe në mëlçi, shkatron kancerin në gjë dhe detoksifikon mëlçin. Vaji i kastorit është thjesht një mrekulli që duhet shfrytzuar. Na ndiqni për më shumë këshilla rreth shëndetit.